Bashkia e Vlorës ka nisur së fundmi një investim të rëndësishëm në infrastrukturën rrugore në qytet. Bëhet fjalë për projektin në rrugën e 7 pallateve, një rrugë e cila është shumë pranë Bregdetit, por që asnjëherë nuk kishte parë dorën e investimeve. Rruga më shumë se sa një rrugë qytetin gjasonte me një rrugë në zonat rurale, pasi nuk kishte asnjë element që të cilësohej si pjesë e infrastrukturës. Asfalti për këta banorë është vetëm një luks, pasi nuk njihet fare. Por tashmë duket se për këtë lagje është ngjallur një fije shpresë për këtë investim që tashmë ka nisur, por që është ende në fazat e para. Por ata thonë se projekti duhet të përfshijë të gjithë këtë zonë dhe jo të bëhet vetëm për një pjesë apo sipërfaqësor. Madje sipas banorëve duhet të përfshihet nga investimi edhe kanali kullues i ujrave të shiut që gjendet në këtë territor. Po, mirë themi, po jo dhe mirë se ja, shikoni. Ato do shtrohet plaka, do bjen beturinat, ferrat, drizat që janë, do bjen mbi ato. Çfarë bëre hiç gjë. Kështu është. Çfarë kërkoni më shumë që të bëhet? Të hiqen ferrat. Të pastrohet mirë vendi dhe të bëhet kanalit. Mos mbulohet nesër kanali, se e bën sot, nesër të mbulohet ku që e gjikundi. Prandaj ne jemi të gëzuar, të lumtur që na vinë se ishim fshat e kaluar fshatit. Tashi bën rruga e saktë, bëhet me drita, me ashtu, e jemi të kënaqur. Pra jeni shumë afër detit, por që nuk ishte Jemi afër detit, afër mbretit. Fare nuk kisha shoh. Kur vinin turistat kishin frikë të vafrit, jo ditën e përka i gjarprin. Kështu që jo e mirë kjo gjë. Megjithatë, avash do gjë të eci përpara, të kemi mbështetjen të njëri tjetrit, mos e kemi me bisht njëri tjetrit, se kështu bëhet puna e saktë. Në qoftë se e kemi bisht pastaj i dorna puna. S'kemi shtemi. Jemi të kënaqur me këtë punë, të bëhet ashtu siç duhet. Jo ferrat mi kanal. Këtu është bërë mirë. Është bërë mirë, po se deshera njëri ore te me kamion, mamaja qau. Deshera aty, që u bëra jo ora kështu. Këtu që të bësh një punë, duhet që si kinezët, që vend kinezët bëjnë një pallat 50 kaç, po mendojnë një vit edhe bëjnë për 3 ditë. Kurse unë kam qenë, sa vjet kam më jashtë shtetit? 20 vjet. 20 vjet. Dhe çunat që kam unë, po këta bëjnë një cop mur atje, edhe një cop kanal këtu, e bëra, çfarë bëret tjera. Rruga ka filluar tani ma se do eci mbar. Mire kam filluar, të kënaqur jemi, na vinë drita të gjitha deri te dera se kemi vojtur shumë. Nuk ka patur investime apo jo? Prej vitesh? Jo, nuk ka pas. Jo, unë kam 22 vjet i kam mbushur këtu. Edhe kam qenë në skel me shtëpi, kam qenë te 7 pallatet. Nuk çuan dorë fare. Fare. Tani kam filluar edhe po na bëjmë punë. Shikoj Zoti na rroj ky që na ka ardhur. Vlera e rikonstruksionit të rrugës së 7 pallateve në ujë të ftohtë është 11.722.830 lek. Afati i realizimit të këtij projekti është 2 muaj, ndërsa afati kontraktor është Bashkia e Vlorës. Investimi parashikon asfaltimin dhe ndriçimin e këtij aksi rrugor që do të përmirësojë ndjeshëm situatën e infrastrukturës në këtë lagje.